Unë mendoj që në botën moderne, në kohën kur jetojmë, ne I quajmë lider autokrat, liderët që thellësisht në shpirt janë diktatorë. Verzioni më I butë I diktatorit. Mirë po, ata janë autokrat për një arsye të vetme, sepse në kontekstin aktual ndërkombëtar e kanë të pamundur të jetojnë e të mbijetojnë në izolimin nga bota demokratike. Pra, gjatë kohës periudhës së luftës së ftoftë, ka qenë një mur I padukshëm mes lindjes dhe perëndimit dhe ka qenë një rregull I cili nuk është shkelur, pra sovraniteti I shteteve edhe në rast të abuzimeve të mëdha me qytetarët e tyre. Dhe kemi parë në vitet e 90-ta se si kanë rënë këto diktatura. E sot një model I një diktature çfarë ne I mbajmë në mend ose I kemi përjetuar pak a shumë, është pothuajse I pamundur sepse nuk mund të mbijetojë një shtet as edhe një muaj me një izolim të tillë që do t'i bëjë nga bashkia ndërkombëtare. Prandaj në mënyrë jashtëzakonisht inteligjente gjejnë rrugë që të kontrollojnë në maksimumin e tyre, pra aty ku gjejnë vrima e hapësirë me shkelje, me manipulime, me blerje etj. Dhe vendosen në formën që janë. Tani, sa më I dobët shteti, mundësia më e madhe është e kapjes dhe domethënë e kontrollit. Në një shtet të konsoliduar mirë, autokracia së pari nuk zën vend fare, po edhe nëse ka tendenca të tilla, është lehtë e çmontueshme. Këtu jemi në një pikë ku shumë procese janë të papërmbyllura, institucionet janë të brishta, hapësirat, siç e shihni, çdo çështje që dërgohet në kushtetuese është çështje interpretimeve për herë të parë, sepse janë përvoja të një shteti të ri. Pra mundësia është shumë e madhe që pushteti I tillë, I autoritar të jetë shumë më I madh se sa në ndonjë vend tjetër.